Luiz Eli po rikthehet në ekran dhe këtë herë jo si banor, i ftuar apo protagonist i një tjetër formati. Ai do të vijë me emisionin e tij, Live me Luizin, një show i ri që pritet të transmetohet së shpejti. Formati është prezantuar si një kombinim i muzikës live, të ftuarve special, intervistave, lojrave, humorit dhe performancave, duke vendosur Luizin në qendër të një show energjik dhe të paparashikueshëm. Edhe promoja e parë duket se paralajmëron pikërisht këtë frymë. Në të Luizi shfaqet përpara një televizori që papritur merr flak. Një mënyrë jo fort e fshehtë për të paralajmëruar se rikthimi i tij synon t'i vër flakën ekranit. Për Luizin, ky është një hap i ri në marrëdhënien e tij me televizionin, ku në vitin 2023 ndryshoi rrënjësisht rrjedhën e karrierës. Ai fitoi edicionin e dytë të Big Brother pas 133 ditësh në shtëpinë më të famshme në vend, duke u kthyer në një prej personazheve më të komentuar të atij edicioni. Por lidhja me Big Brother nuk përfundoi aty. Në shkurt të këtij viti, Luizi u rikthye edhe në Big Brother VOT 5, ku qëndroi për disa ditë brenda shtëpisë dhe krijoi sërish dinamika me banorët. Tani, megjithatë, rolet ndryshojnë. Luizi nuk do të jetë më personazhi brenda një formati të madh televiziv, këtë herë formati ndërtohet rreth tij. Dhe Live me Luizin duket i menduar pikërisht për të shfrytzuar elementet me të cilat ai fitoi publikun, spontanitetin, batutat, komunikimin e drejt për drejt, muzikën dhe aftësinë për të krijuar situata që jo gjithmonë mund të parashikohen. Për momentin nuk është bërë publike data e saktë e premierës, ndërsa njoftimi e prezanton emisionin thjesht si së shpejti. Një gjë, megjithatë, është e qartë. Pas Big Brother, muzikës dhe daleve të shumta televizive, Luiz Eli po provon tashmë një rol të ri atë të drejtuesit të shoqtë të tij. Dhe duke njohur Luizin, pjesa live e titullit mund të jetë pikërisht ajo që do ta bëjë gjithçka edhe më interesante.